Gjirokastra po vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara turistike si për vizitorët vendas, ashtu edhe ata të huaj, sidomos gjatë kësaj periudhe festive të Pashkës. Atmosfera e gjallë, aktivitetet kulturore dhe rrugicat karakteristike kanë sjellë një fluks të shtuar turistësh, duke e kthyer qytetin në një nga zgjedhjet kryesore për pushime dhe festime në jug të vendit. Keni ardhur për Pashkët. Jashtëzakonisht bukur, është një qytet shumë i pastër, shumë reflektiv, kështu që ka imazhe të bukura. Heading to Tirana. Është hera e parë që vim në Gjirokastër dhe na ka surprizuar shumë. Qyteti është plot jetë dhe shumë i bukur në këtë periudhë feste. Thjesht i mrekullueshëm. I'm from Czech Republic. Vi nga Republika Çeke. Kalaja, pazari dhe mikpritja këtu janë fantastike. Është një qytet i mrekullueshëm. And for great Albanian food. Nga ana tjetër, edhe administratorët e subjekteve në shërbim të turizmit shprehen se këto ditë kanë ndjerë një lëvizje më të lartë të vizitorëve ku kryesojnë turistët e huaj. Vinë shqiptarët që festojnë Pashkët, po vinë dhe të huajt që festojnë Pashkët. Është shtuar numri, filloi pak turizmi, nga që ishëm jemi shumë më mirë. Në këtë atmosferë festive të Pashkës, Gjirokastra vijon të mbetet një destinacion që bashkon traditën, kulturën dhe turizmin, duke ofruar për vizitorët një përvojë unike.